A I lejohet njeriut t'i jap zekatin nënës së tij? Përgjigje: nuk I takon besimtarit t'ua jap zekatin prindërve dhe as fëmijëve të tij, por ai detyrohet që të kujdeset për ata nga pasuria që e zotëron. Përgjigje nga Hoxh Abdulaziz Ibn Baz. A është autentike dhënia e zekatit ndaj vajzës sime të martuar e cila ka nevojë për pasuri? Përgjigje: çdo kush I cili I cilësohet apo atribuohet me atë cilësi që nëse e zotron një njeri, I lejohet t'i jepet zekati, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: lëmosha e zekatit është vetëm për të varfrit, për nevojtarët, për ata që janë ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e tij, për lirimin e sklepërve, për të rënduarit nga borxhet, për luftëtarët në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve. Këto janë detyrat e vëna prej Allahut. Vërtet Allahu është I gjithdijshëm dhe I urtë. Sura At-Taube, ajeti 60. Në esencë lejohet që këtyre grupe njerëzish t'u jepet zekati, ndaj nëse njeriu nuk ka mundësi të kujdeset për vajzën dhe fëmijët e saj, atëherë lejohet t'ua jap zekatin. Mirëpo më e mira do t'ishte nëse zekatin ja jep bashkëshortit të vajzës së saj. Përgjigjur nga Hoxh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin.